Kandidate i ka harxhu qerek milioni euro, 250.000 euro. Arsyeja pse s'pe jap emrin. Kam mjaftu kjo deklarat dhe me njëherë në komentet e kësaj video me u përmend një numër, me ato nënshi. Edhe pse Leart Hoxha nuk ka përmend ndonjë emër, as ndonjë parti, audienca me njëherë aludoi tek një kandidate për deputete, e cila ishte nga Lidhja Demokratike e Kosovës dhe mbante numrin 99. Më pas, e njëjta audiencë hulumtoi tek disa analizat që disa analistë kishin bërë në media, të cilët e fusnin kandidatën në fjalë në top 10 e tyre. Aliza Jetullah, një vajzë e re e shkolluar. Ka studiuar për inteligencë artificiale. Gjithashtu Alisa Jetullah më ka pëlqyer si Interesant. edhe ju, edhe Vicari. Edhe unë e kom pas me kësi edhe Për shkak se ka eksperiencë edhe në asamblenë komunale. Alisa Jetullahu është veç ki në Alisën. Billboardat e shumt, analistat e shumt që përmendin emrin e saj. Dhe babai i saj, një biznesmen i njohur në industrinë e ndërtimit, bëri që mozaiku që të arrijë deri në këtë përfundim të jetë i besueshëm. Pra, një vajzë e re, babai i saj biznesmen në kompaninë e ndërtimit, e panjohur politikisht, gjendet në top 10 e kandidatëve të preferuara sipas analistëve. Qasje jashtëzakonisht interesante. Me njëherë pasaj fillun edhe gjitha reagimet në rrjetet sociale. Shumica ishin me satirë, edhe vetë e bëna një të tillë. Njëherë kam informacion për ka studiu edhe për AI. Për të bërë situatën edhe më të dyshimt, edhe reagimi i vetë kandidatës për deputete, Alisa Jetullahu, e cila në një reagim në Facebook i kërkoi Leart Hoxhës që të përmendte me emra për kënd kishte fjalën, por as i deputetët nuk reagoi përpas kësaj. Se kjo histori është tashmë e besueshme për njerëzit, edhe pse nuk ka asnjë fakt, me qenë se vetë Alisa në postimin e saj në Facebook nuk e mohon dhe as nuk e pohon nëse ka investuar një shumë të tillë ose nëse ka paguar analistët. Kandidatja mëri në listën tonë Alisa Jetullahu. Tash historia është kështu. Një vajzë e biznesmenit e cila ka shumë pasuri dhe që do të paguaj analistët për ta futur atë në top 10, është po tingëllon paksa e besueshme, por nuk ka asnjë fakt. Vetë Alisa nuk i mohon, analistët të cilët e kanë rekomanduar Alisa Jetullahun në top 10 e tyre gjithashtu nuk kanë folur, por pa marrë parasysh nëse kjo është e vërtetë apo jo, ekziston një e vërtetë publike që kërkush nuk e din. Shumica e partive politike në Kosovë paguajnë televizionet e ndryshme, mediat e ndryshme për të mbuluar aktivitetet e tyre gjatë fushatës elektorale. Gjithashtu partitë e ndryshme, por edhe kandidatë nga këto lista zgjedhore që këto parti i prezantojnë para publikut dhe para votuesve të tyre, gjithashtu kanë të drejtën për të paguar mediat të ndryshme që të bëhet reklamimi i tyre sa më i madh, që të përcjellet fushata e tyre sa më shumë. Nuk ka asgjë të keqe nëse një parti e caktuar paguan një media të caktuar për të mbuluar aktivitetet gjatë fushatës zgjedhore ose një periudhë të caktuar kohore. Por, pse kanë gjallë reagim kjo? Është për shkak që në studiot televizive, sidomos gjatë fushatave zgjedhore, shohim analistë, drejtues mediash dhe gazetarë të cilët përmenden emra në top 10 e tyre të preferuar. Pse bëhet kjo? Pse është më rëndësi që të dihet që final analisti e ka këtë 10 të preferuar? A nuk është ky ndikim tek votuesit? A nuk është ky përdorim i fuqisë tane mediale dhe prezencës tane mediale për të ndikuar tek votuesit? Dhe apo tregojmë të sinqert me votuesit në këtë rast? Nuk ka asgjë të keqe nëse bëhet publike se kush çka ka marrë, të prezantohet një kandidat i caktuar nga një media të caktuar, në një hapësirë të sponsorizuar, të paguar, transparente, që të gjithë të dim. Por problemi pse njerëzit kanë reaguar është që ku është dallimi, ku me ditë na, nëse një analist ose drejtues i mediave po e livdon dikon, po e rekomandon dikon për me votu, për shkak të bindjeve të tij ose për shkak që beson ashtu, apo thjesht ka marrë parë. Ky debat megjithatë e ngjall nevojën që pagesat që politikanë dhe partitë ndryshme i bëjnë kafshi mediave dhe analistëve dhe personave medial të bëhen publike. Nëse kjo nuk bëhet, së paku njerëzit medial, njerëzit e mediave të tregojnë se kur e rekomandojnë dikë për shkak që i ka paguar dhe kur të rekomandojnë dikë për shkak që ata besojnë. Ky kufi duhet të caktohet.